Jemi në pjesën e 5 të serisë së videove që trajtojnë formula trigonometrike. Kërkohet të gjendet tangenti i këndit 105 gradë. Njihen formulat e gjetjes së tangentit të shumës së dy këndeve dhe diferencës së dy këndeve. Duke shfrytëzuar këtë formulë për rastin e tangentit të shumës së dy këndeve, do ta shkruajmë këndin 105 gradë si shumë të dy këndeve. Pra, tangenti 105 gradë do të jetë i barabartë me tangentin e 60 gradës plus 45 gradës. Janë zgjedhur këndet 60 gradë dhe 45 gradë për të paraqitur me shumën e tyre këndin 105 gradë, për arsye sepse tangentet e këtyre këndeve janë të njohura dhe mbahen mend më lehtë. Duke vazhduar me ushtrimin ton, pra duke trajtuar këndin 60 gradë si këndi alfa dhe këndin 45 gradë si këndi beta, kemi paraqitur thyesën e re, që është vazhdim i barazimeve të mësipërme. Pra tangenti i këndit 105 gradë është i barabartë me tangent 60 gradë plus tangent 45 gradë, gjitha kjo përmbi 1 minus tangent 60 gradë që shumëzon tangent 45 gradë. Më pas kemi zvendësuar vlerën e tangentit të këndit 60 gradë me rrenjën e treshit dhe tangentin e 45 gradës me 1. Kryejmë veprimet dhe marrim thyesën rrenjë e treshit plus 1 dhe gjitha përmbi 1 minus rrenjë e treshit. Meqense kemi praninë e rrenjës katrore në emërues, shumëzojmë të dyja gjymtyrët e thyesës me shprehjen 1 plus rrenjë e treshit, e cila është e konjuguara e 1 minus rrenjë e treshit. Dhe në këtë mënyrë marrim thyesën që për numërues ka 1 plus rrenjë e treshit, e gjitha në katror, dhe për emërues 1 në katror minus rrenjën e treshit në katror. Vazhdojmë veprimet duke patur parasysh që në numërues figuron një shprehje që ka ngjashmëri me formulën a plus b gjitha në katror, ndërsa në emërues thjesht do të kryejmë veprimet e fuqive. Mëtej nga kryerja e veprimeve do të marrim për tangentin e këndit 105 gradë si vlerë shprehjen minus 2 minus rrenjë e treshit. Vazhdojmë me një ushtrim tjetër. Është dhënë thyesa sinus 2x e gjitha përmbi 1 minus kosinus 2x dhe kërkohet të paraqitet në një formë më të thjeshtë. Do të jenë formulat e sinusit të dyfishit të këndit dhe kosinusit të dyfishit të këndit ato që do të na ndihmojnë për zbërthimin e mëtejshëm të kësaj thyese. Pra do të shkruajmë si të barabartë me thyesën e dhënë, thyesën që për numërues ka 2 shumëzon sinus x shumëzim kosinus x, e marrë nga formula e parë, dhe për emërues 1 minus, mëtej kemi kosinusin e 2x-it paraqitur brenda kllafave, sipas formulës së kosinusit dyfishit të këndit, pra 1 minus kosinus në katror x minus sinus në katror x. Kujtojmë formulën themelore të trigonometrisë, sinus në katror x plus kosinus katror x baras me 1. Dhe tek njashi i shprehjes që gjendet në emërues, do bëjmë zvendësimin me pjesën e majtë të formulës tonë, pra me sinus katror x plus kosinus në katror x. Kështu që thyesa do marrë një formë të re. Mëtej mund të reduktojmë në shprehjen e emëruesit kufizat e ngjashme, pra kosinus katror x me minus kosinus katror x, nga ku marrim thyesën 2 sinus x shumëzon kosinus x përmbi 2 sinus në katror x. Dhe pas thjeshtimit do të marrim kosinus x mbi sinus x baras mëtej me kotangent x. Pra thyesa sinus 2x e gjitha përmbi 1 minus kosinus 2x është e barabartë me kotangent të këndit x. Është dhënë shpreha 2 sinus në katrori 2x plus kosinus 4x dhe kërkohet që të paraqitet në një mënyrë më të thjeshtë. Shënojmë 2x të barabartë me t dhe duke bërë zvendësimin e 2x-it me t, do të shkruajmë shprehjen në formën 2 sinus në katror t plus kosinus 2t. Kosinusin e 2t-s kujtojmë që kemi trajtën e formulës kosinus 2t baras me kosinus në katror t minus sinus në katror t. Pra kemi të bëjmë me kosinusin e dyfishit të një këndi. Kështu do të zvendësonim kosinusin e 2t-s që gjendet tek shpreha tonë me kosinus në katror t minus sinus në katror t.
Atëherë pasi bëjmë këtë zvendësim, marrim shprehjen 2 sinus në katror t plus kosinus në katror t minus sinus në katror t. Në shprehjen e fundit mund të bëjmë një reduktim ose më saktë një veprim midis 2 sinus në katror t dhe minus sinus në katror t, dhe do të vazhdojmë barazimin duke shkruar shprehjen sinus në katror t plus kosinus në katror t, e cila duke patur parasysh formulën themelore të trigonometrisë, është e barabartë me 1. Pikërisht ky përfundim do të vlejë dhe për zvendësimin e shprehjes që është dhënë në këtë ushtrim, pra do të thoshim që 2 sinus në katror i 2x plus kosinus 4x baras me 1.